Kam kënaqësinë të ndaj këtë hapësirë televizive me politologun Erman Hasimja për të komentuar disa zhvillime të aktualitetit politik. Mirëmbrëma zoti Hasimja, dhe ndjes se zjarri i Elbasanit ishte pak më i madh se zjarri politik për cilin do të flasim në vazhdim. Bravo. Rinumrimi i Fierit dhe i Tiranës duke sikur ngjalli pritshmërinë në segmente të ndryshme të politikës. Për shembull, në Fier kishte pritshmëri nis pas Shqipëria bëhet se mund të merrte një mandat nga Partia Socialiste, në Tiranë kishte pritshmëri nga Demokratët se mund të merrnin mandatin e 14 dhe t'ia merrnin atë Partisë Mundësia, pra të dytin e Agronsheajt në Tiranë, por duket se nga rinumrimi përveç se janë thelluar, po themi më tepër edhe ato hendeqet midis kandidatëve, nuk është se ka ndodhur ndonjë gjë. Duhet të ndodhte rinumrimi apo më mirë që u verifikuan dyshimet për dy qargjet më të mëdha të vendit? Më mirë që u bë, sepse hoqi dyshime për ato që mund të kishin qenë probleme të një natyre tjetër. Vërtetuar në një farë mënyrë dhe ato që njerëzit pak a shumë e parashikonin, që kandidatët e dy partive kryesore në fakt kanë ngrënë nga kolegët e vet kryesisht. Natyrisht që nuk e heq gjitha njollat mbi zgjedhjet, sepse problemet ishin fakt në aspekte të tjera, dhe shumë më të rëndësishme se sa thjesht procesi i numërimit. Por paktën me këtë elementin e numërimit u tregua që në fundit votat e partive numërohen, pastaj problemi është që vidhen dhe grabiten aty brenda llojit, si thua në një mënyrë. E qartë. Ndërkohë, dua të flas pak edhe për një tjetër zhvillim që ka të bëjë me faktin që Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve ju thoni që u vërtetua që ka patur edhe marrje të votave brenda llojit, por nga ana tjetër Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve i ka quajtur këto si gabime njerëzore që në asnjë rast nuk është vërtetuar ose nuk ka indicie se mund të jenë bërë në mënyrë të qëllimshme. Duhet të kalohet kështu kaq lehtë? Nuk besoj, sepse gabime njerëzore mund të jenë 1, 2, 3, 5, 10, ja 15, po kemi parë që ka pas edhe raste ku këto devijimet shkonin prapë nga njëri kandidat, supozojmë socialiste tjetri, shkonin deri në pak qindra, që nuk janë të neglizhueshme. Kështu që ka një problem aty. Megjithatë, siç e thash, nuk është ky procesi që ndryshon në një gjë të madhe. Nëse duhen parë se çfarë nuk ka shkuar në këto zgjedhje, është e qartë që ky procesi i rinumërimit nuk tregoi në një gjë të aspekt. Ajo çfarë nuk ka shkuar, pse janë probleme të tjera gjigante të mëdha, është përdorimi i gjithë administratës, përdorimi i burimeve shtetërore për fushatën, procesi i blerjes së shitjes votës, përdorimi i bandave në zgjedhje. Këto janë problemet madhore. Pastaj që një kandidat i mori 200 vota tjetrit, këto për publikun e përgjithshëm, nuk për votuesin në tërësi, nuk përbën një lloj ndryshimi, aq më tepër që rezultatet u pa qartë që nuk kanë ndryshuar. E qartë. Zoti Hasimja, si ju duk nisma e Partisë Socialiste për t'i futur deputetët e rinj në shkollë ku lektor do të kenë figurat më të larta të partisë, duke nisur nga kryeministri apo të tjerë që kanë mbajtur, po themi, poste të rëndësishme edhe në kohën kur socialistët drejtoheshin nga Nana apo më vonë edhe kur u drejtuan nga Edi Rama. Një nismë e tillë si ju duket, meqense ju vetë merreni me nxënës, merreni me student, e kanë të nevojshme ata diçka të tillë pas 11 majit, meqense një pjesë e madhe e tyre futen për herë të parë në Kuvendin e Shqipërisë? Student kam parë plot, po sigurisht që kam pasur student shumë më të mirë se sa deputetët e Partisë Socialiste. Dhe duke jo të gjithë kuptohet, sepse ka personazhe aty që janë vërtet respektueshëm. Po, patjetër. Nga ana tjetër, është edhe aspekti tjetër, pastaj kontradiktorisht që mund të ketë personazhe aty që janë futur që në një farë mënyrë kanë më tepër për të mësuar lektorëve të PS-s se sa për të mësuar ata vetë. Ashtu siç ka edhe nga ata pastaj studentë, të cilët nuk kanë çfarë të mësojnë aty, sepse me shumë gjasa kanë ardhur thjesht me idenë për të marrë copën e vet të llokmës në politikën shqiptare, por nuk besoj që kanë shumë mendje për të mësuar aty nga funksionimi i shtetit, i parlamentit e tjerë. Mendoj që kjo shërben në një farë mënyrë për të krijuar atë një frymën e ekipit, frymën e skuadrës e grupit brenda Partisë Socialiste. Vështirë se do të mësojnë marrë media në një gjë e re, paktën atë që shoh unë, nuk është se i kam shikuar që thuten në një lloj programi
strikt të shkencave politike apo nuk e di se çfarë. Aq më tepër që në Shqipëri nuk e çaj kokën për këtë gjë. Kështu që në këtë aspekt i shërben më tepër se tush Partisë Socialiste për atë kohezionin e vet të brendshëm, natyrisht edhe për marrëdhëniet publike. Por nuk është shembull ideal, duke pas parasysh se çfarë kanë nxjerrë këto zgjedhje, çfarë produkti kanë nxjerrë, thash gjithmonë me përjashtime, me përjashtime të respektueshme, por duke pas parasysh produktin në tërësi ose një pjesë konsiderueshme, atëherë është vështirë që të presësh që kjo do funksionojë ashtu siç funksionojnë shkollat politike të partive klasike në Europën perëndimore, ku shkohet dhe flitet për ideologjinë, për zgjidhje konkrete, praktike të problemeve të qeverisjes etj. etj. Çfarë lloj qeverisje ose çfarë lloj qeverie Rama 4 parashikoni në shtator, zoti Hasimia? Duke njohur pak edhe, po themi, Edi Ramën dhe mënyrën se si ai i harton qeverinë, sidomos kur merr një mandat të ri, e keni në kokë, mund ta bëni gati ose mund ta imagjinoni një identikit të ministrave të rinj? Nuk besoj që ndryshon një gjë. Domethënë, ajo gjëja përbashkët në gjithë qeveritë 1, 2, 3, 4, 5 në Rama është që ka një Rama aty përpara dhe kësaj shtohen thjesht numrat. Ata që shtohen janë thjesht numra. Siç ta thot edhe emri, ai që është në qendër të gjithë kësaj gjëje, që ka pushtetin e personalizuar praktikisht, është Rama që i kontrollon të gjitha. Dhe kështu e mësuar të funksionojnë shqiptarët gjatë shekujve në përgjithësi, nuk është në një risi. Në fund e kështu funksionon edhe PD-ja nga ana tjetër. Nuk besoj që ka hapësirë në këtë logjik funksionimit Partisë Socialiste, qeverisjes, dy partive kryesore të pakën, nuk ka hapësirë për individualitetet të cilat do futen dhe do të ndryshojnë përveç dukjes jashtme si vizë të emrit e të tjerë. Por vështirë se mund të presim që të vinë ministra të rinj të cilët do të lejnë vulën e tyre në qeverisje, të cilët do të ndryshojnë diçka thelbësore nga ajo baza Rama e numrave Rama 1, 2, 3, 4, 5 etj, sepse në fundit vendimet do të merren prapë nga zoti Rama. Pra, është më tepër çështja e ambalazhi dhe çështja e raporteve të pushtetit brenda Partisë Socialiste se sa ndryshim në thelb. Pse u harrua kaq shpejt Erion Velia nga Partia Socialiste, nuk u përmend në asnjërin prej fjalimit të fitoreve që bëri kryeministri Edi Rama, nga ana tjetër pas datës 10 shkurt kur u arrestua pati një reagim publik, u mblodh disa herë grupi parlamentar i Partisë Socialiste ku jepeshin arsye se pse, sipas Edi Ramës, që më vonë më pas diçka e tillë u bë edhe qendrim zyrtar i Partisë Socialiste, Erion Velia nuk ishte arrestuar pra në shkeljet ligjit. Më radh parë sepse sa herë që dikush arrestohet, dhe aq më tepër kur flet pastaj nga ambientet e paraburgimit, populli e quajnë shkurt burg gjithsesi dhe atë, po kur dikush flet nga burgu, paguan kosto Partia Socialiste, fatura i shkon Partisë Socialiste. Kështu që është shumë e vështirë që Partia Socialiste ta mbante këtë urën e lidhur me dikë që flet nga prapa hekurave. Kjo nuk vlen vetëm për zotin Velia, vlen edhe për tjerët. Ne kemi parë se si Partia Socialiste nuk i ka përmendur as të tjerët që janë gjendur prapa hekurave. Kështu që për të shmangur këtë lloj fature, këtë lloj kosto është bërë kjo lloj shkëputje, e cila nuk duket se do të ndodhte kështu në fillim, por pastaj më vonë me një lloj kthjellimi, le të themi, të Partisë Socialiste të Ramës, drejt për drejt, me sa duket është vendosur që Partia Socialiste nuk dëshiron më të paguajë kosto për Erion Veliajn. Dua të dalë pak tek situata në Partinë Demokratike, nuk po e përmend askush Nenin Basha, të cilin e trumbetuan pas kuvendit të 11 dhjetorit 2021, në të cilin kur kryetari i humbet zgjedhjet largohet dhe nuk ka të drejtë më të rikandidojë, dhe nëse, siç tha zoti Berisha, kjo nuk ishte një proces zgjedhor, por ishte farsë elektorale, a krijohet precedenti për çdo kryetar tjetër të Partisë Demokratike që ato nën statutit të mos e zbatojë duke mos njohur zgjedhjet? Patjetër, nuk është hera e parë që shkelet një parim i tillë në partitë politike në Shqipëri, po PD-ja
këto vitet e fundit ka patur më tepër humbje, kështu që është shkelur vazhdimisht. Ose është shkelur ose është mbuluar me një farës tjetër pastaj të brendshme, ku kryetari organizon zgjedhje edhe fiton. Si në rastin e zotit Basha atëre me kundër kandidatët që kishte Agronshea e tjerë. Kështu që në një farë mënyrë kjo nuk ndryshon në gjë të madhe, edhe nëse Berisha jep dorëheqjen dhe bën zgjedhje prapë brenda Partisë Demokratike, prapë do i fitojë Berisha, është e sigurt. Pra, por në fundit duhet kemi parasysh diçka që partitë politike janë organizata vullnetare. Dhe në fundit të drejtën për të respektuar apo jo statutin e vetë, nenet e statutit, përfshi dhe këtë, e kanë antarët e vetë partisë. A keni dëgjuar ndonjërin brenda Partisë Demokratike që ne po flas për personazhe të rëndësishme që të rebelohen ose të kërkojnë zbatimin e statutit? Praktikisht asnjëri. Nga ata që janë të rëndësishëm dhe që janë brenda PD-s. Kështu që në një farë mënyrë demokratët e kanë pranuar vetë shkeljen e këtij neni ose interpretimin e këtij neni ashtu siç e interpreton Berisha, dhe që nga ky moment nuk ka më ndonjë vend për le të themi për zemrim nga ana jon, nga ana e publikut, sepse Berisha s'po jep dorëheqjen. Është çështje demokratëve, ata kanë vendosur kështu. Kanë vendosur që alternativa e cila e shepëton si alternativë qeverisë, se kjo është ideja, se nuk mund ta shmangim nga përgjegjësia që ata janë janë një bashkim vullnetar dhe ata mund vendosin çfarë të duan. Po flasim për një forcë politike e cila tha se jam gati për të drejtuar vendin. Pra këtu çfarë lloj përgjegjësie dhe çfarë lloj mesazhi jep? Jo, patjetër, po ky është çështja nuk është çfarë interpretimi jep Berisha. Pyetja e vetme që ka rëndësi këtu është çfarë interpretimi i bëjnë demokratët. Dhe demokratët në këtë pikë i kanë bërë të njëjtin interpretim si Berisha. Kjo është çështja. Dhe nga pikpamja politike, Berisha mund të ketë praktikisht të drejtë kur thotë që këto nuk ishin zgjedhje. Supozojmë për një moment që Berisha ka të drejtë. Dhe ka plot njerëz në opinionin publik që mendojnë ashtu si Berisha që këto zgjedhje mund të jenë farsë. Për shembull, mendimi im personal është që këto zgjedhje nuk janë aq të errta saçi i parashikoi zoti Berisha. Unë mendoj që PD-ja do të ishte humbse në zgjedhje, edhe sikur zgjedhjet të ishin të lira dhe të ndershme, por natyrisht me një rezultat komplet tjetër, dhe PS-ja s'do kishte këtë rezultat. Për arsyet e asaj se çfarë ofron vetë PD-ja. Por nga ana tjetër, nëse vetë demokratët besojnë që realisht rezultati i këtyre zgjedhjeve u vendos në mënyrë determinante nga problemet që i konstatojmë që të gjithë, atëherë kanë të drejtën e tyre ta interpretojnë në të lloj mënyrë, është drejta e tyre legjitime. Nuk është diçka që mund ta zgjidhim ne nga jashtë. Nuk mund t'i imponojmë ne PD-s vizionin ton për zgjedhjen, por aq kohë sa ata kanë vendosur ta interpretojnë këtë lloj mënyre. Dhe në fundit përgjegjësia për këtë i përket vetë anëtarëve të PD-s. Dhe pyetja e fundit ka të bëjë me zgjedhjet e pjesëme në Tiranë, të cilat mund të organizohen në tetor së bashku me 3 bashki të tjera, kryetarët e secilave dhan ndërheqjen për të bërë deputet Partisë Socialiste, dhe të 3 kanë fituar mandatin: Agron Malaj në Mat, Termet Peçi në Tepelenda, gjithashtu edhe Ervin Demo në Berat. Çfarë lloj gare parashikoni për Tiranën, duke marrë parasysh faktin pra që kemi të bëjmë me një mandat të pjesshëm të drejtimit të kryeqytetit? Por rasti i Tiranës do të jetë më interesanti natyrisht nga të gjithë, se është kryeqytet. Është e sigurt, madje që ai që fiton Tiranën në një farë mënyrë ka ngritur një kala aty të jo pak të rëndësishme, përmes cilës më të avancojë pastaj edhe në pushtetin qendror. Kuptohet se Tirana, a pikpamja banale e mënyrës se funksionon pushteti në Shqipëri, ka disa mira të punësuar. Sidomos normalisht si ujësielësi e tjerë, kështu që ka dhe pushtet për të punësuar militant, po kem për plas në rastin e 2 partive të mëdha, të cilët e kanë vërtetuar që funksionojnë këtë lloj mënyre. Ka patur një propozim shumë interesant në fakt nga zoti Agronshea për patur një kandidat të përbashkët, një kandidat që nuk do të ishte, me sa kam kuptuar unë, antari i partive, jo politik, në kuptimin që jo politik. Jo politik është ndoshta pak më vështirë, por pak në antari i partive, dhe është propozim që më duket shumë i mirë, sepse është një propozim që i mundson të gjithë forcave opozitare që të bashkohen me njëra tjetrën, pa patur nevojën e pashmangshme për të shkrirë ose për të shkelur ato
kriteret dalluese midis njërës dhe tjetrës. Se këto janë gjërat që i pengojnë, të gjitha. Po, nëse gjendet një person i cili ka mbështetjen e gjithë dhe besoj që është plotësisht e mundshme, atëherë tani çështja do të jetë që rezistencën kryesore për këtë me shumë gjasa do ta bëjë vetë Partia Demokratike, sepse mund të mendoj Berisha në kokën e vet që nëse vendos një kandidat komplet të pavarur, pastaj ai do të humbte këtë mundësinë për ta përdorur pikërisht Bashkinë e Tiranës si një instrument për pushtetin qendror më vonë. E qartë, mirë. Hasimi, ja faleminderit për këto minuta që na kushtua. Faleminderit.